Ëmbëlsirë e lehtë dhe e shijshme, ideale për ta përgatitur për mysafir. Fillojmë me recetën. Në një enë hedhim 6 vezë të plota, 1 gotë e gjysmë me sheqer. Gota që po përdorim është 200 ml. 1 gotë e gjysmë me sheqer. Vazhdojmë shtojmë 1 pako sheqer vanilje. Vezët, sheqerin vazhdojmë t'i rrohim, si zakonisht, derisa të formohet shkumë e bardhë për 4 deri në 5 minuta. Besoj që do të mjaftojnë me mikser duke i përzier. Shtojmë 200 ml vaj. Kos, 1 gotë e gjysmë. Gotat për ta përgatitur recetën do t'i përdorni të njëjtat. Kakao, 6 lugë të gjellës, 1 pako pluhur për pjekje. Vazhdojmë tash i përzim pak. Mandej shtojmë krejt në fund mielin. Vazhdojmë i përzim edhe kështu e përgatisim ëmbëlsirën për sot. Këto përbërës të gjithë i keni në shtëpi. Është e lehtë për ta përgatitur, por që shijon shumë. Shtojmë mielin, gjithashtu edhe mielin po e masim me gota, 1 gotë e gjysmë miell. Ara shtojmë 1 gotë deri në 1 gotë e gjysmë. Dhe tash po vazhdojmë edhe të gjithë përbërësit po i përzim, kështu për 2 minuta me mikser në shpejtësinë e ulët. Mandej vazhdojmë edhe ëmbëlsirën e pjekim në furrë të paranxehur në temperaturë 170 gradë. Tepsien e kam lyer me pak margarinë edhe vazhdojmë e hedhim brumin. Pra furrën e shporetit do ta nxehni paraprakisht 10 minuta më përpara, pra para se me pjek ëmbëlsirën. Kështu gjithmonë veprojmë kur bëjmë pjekjen e ëmbëlsirave. Tash e vendosim në furrë edhe presim për 25 minuta deri në 30 minuta derisa ëmbëlsira të pjeket. Kur ëmbëlsira është të pjekur, do ta lëni kështu anash që të ftohet. Mandej marrim 2 çokolada për gatim. Shtojmë 400 ml hoplla për gatim, pra për përgatitjen e ëmbëlsirave, edhe 2 çokolada nga 80 gram ose 160 gram çokoladë gatimi. Mandej vazhdojmë edhe në mikro, do t'i la për 2 minuta që të shkrihet çokolada, të përzihet më mirë, pra edhe çokolada të shkrihet më kollaj. Ëmbëlsirën po vazhdojmë po e ndajmë në pjesë katrore. Edhe tash kjo pak ka me u ftohë, edhe çokoladën po e vreni që po shkrihet shumë lehtë, pra kremi i çokoladës, derisa të shkrihet çokolada tërësisht. Vazhdojmë kështu e përzim. Në qoftë se nuk ju shkrihet, mund ta lëni sërish edhe një herë në mikro për 1 minutë ose në ovull. E shkrini çokoladën, e shtojmë mbi ëmbëlsirë, edhe ëmbëlsirën ta la për ndoshta 1 orë në frigorifer. Mjafton që të ftohet, e mandej mund ta shërbeni për mysafir me kafe, pra shijon shumë. Provoni recetën sepse ja vlen të provohet edhe kjo recetë me kakao, me çokoladë, por që shijon shumë. Me pak përbërës mund të përgatisni një ëmbëlsirë të shijshme edhe tepër të thjeshtë. Pra vazhdojmë e ndajmë kështu. Edhe unë e kam lanë kështu të qëndroj në ambient dhume fillimisht, pra nuk e kam fut në frigorifer. Tash do bëjmë edhe demonstrimin se si duket ëmbëlsira. Pra thash, pasi që të qëndroj në temperaturë dhume për dikon 20 deri në gjys ore, do ta lëni edhe gjys ore në frigorifer, mandej mundeni ta servoni. Kjo ishte atë receta që kishim përgatitur për sot. Shpresoj që ju ka pëlqyer edhe kjo recetë. Provoni, edhe ka për të gjithë. Për më shumë receta, na bëni një like, një koment, ose abonoheni në kanalin ton. Mirëmbëjtje deri në recetën tjetër të radhës.